Ai që i bindet pasionit, do të poshtërohet dhe turpërohet. Imam Ibnul Gjauzi ka thënë: ai i cili jepet pas kënaqësisë së ndaluar, të cilin shikimi në haram e largon nga mendimi për pasojat dhe dënimin, i cili e dëgjon zërin e arsyes duke i thënë: i mjeri ti, mos e bëj këtë, sepse nëse e bën këtë do të ndalosh së ngrituri dhe do të fillosh të biesh dhe do t'i thotë: qëndro në atë që ke zgjedhur. I cili pushtohet dhe mposhtet nga pasioni, ashtu që nuk i kushton vëmendja asaj për të cilën paralajmërohet, i tillë gjithnjë më shumë do të bie dhe do të shkatërrohet. Shembulli i tij për sa i përket të zgjedhjes së keqe është si shembulli i qenit, i cili një herë i tha luanit: o mbret i kafshëve, dua që të më ndryshosh emrin tim sepse emri qen në fakt është i shëmtuar. Luani i tha: ti je tradhtar dhe ty të shkon vetëm ai emër. Qeni i tha: nëse nuk më beson, mos provo. Luani u pajtua, i dha një copë mishi dhe i tha: më ruaj këtë copë mishi deri në mëngjes, dhe nëse bën këtë, unë do ta ndryshoj ty emrin. Qeni e mori copën e mishit dhe u largua. Pas një kohë qeni u ndjei u rritur dhe filloi ta shikojë copën e mishit. Kur lakmia dhe dëshira për copën e mishit e mposhtën, ai tha me vete: çka ka të keqe në emrin tim? Qeni është emër mjaft i bukur, edhe hëngri copën e mishit. E tillë është situata edhe me njerëzit që kanë aspirata të ulta, të cilët janë të kënaqur me shkallën më të ulët dhe më të përbuzur, të cilët e favorizojnë pasionin e çastit dhe të përkohshëm mbi virtytet dhe vlerat e vërteta. Prandaj, jeni kujdes nga frika e pasionit dhe shikoni se si ta shuani. Qëndroni larg nga shkaqjet e konfuzionit, sepse është e vështirë për njeriu që ta shpëtojë veten nëse i afrohet flakës së konfuzionit dhe sprovës.